Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit tetor për shenjën e Gafores. Gafore në javën e parë të tetorit do të merrni një vendim të rëndësishëm për veten tuaj, për të ardhmen tuaj dhe mbi të gjitha për mirëqenien tuaj emocionale dhe psikologjike. Do të vendosni t'i ktheni shpinën një vendi, një personi, një oferte ose një situate që nuk është e mirë për ju, nuk është e shëndetshme për ju, nuk ju sjell më lumturi, nuk ju sjell më kënaqësi, por vetëm stres, vetëm ngarkesë të fortë emocionale, mërzi, jeni të lënduar. Shikoj që kjo është një situatë për disa gafore me pakënaqësi të mbledhura prej kohësh. Është një situatë karmike, kur jeni të lidhur fort me këtë person, me këtë vend apo me këtë rrethan, dhe marrja e këtij vendimi nuk është i lehtë. Keni kohë që prisni që gjërat të ndryshojnë, që përpiqeni nga ana juaj të jepni një mundësi, të shikoni se si mundet të gjeni një ndryshimi, diçka të mesme, të bashkëpunoni me njëri tjetrin në formën më të mirë, por asgjë nuk ka ndryshuar, përkundrazi këto pakënaqësi sa vinë dhe thellohen akoma edhe më shumë. Do të jetë shtatori ai muaj që me ngjarjet e ndodhura, sidomos mbas datës 21 shtator me eklipsin e hënës së re, që do t'ju bind në Virgjëresh, do t'ju bind se nuk ka ndryshim, nuk ka më kthim pas, kjo është diçka e konsumuar, është diçka përfundimtare. Ju thash disa gafore do t'jetë një gjë shumë herë më e fortë, për të tjerë mund t'jetë një ofertë pune, diçka që ty të është ofruar gjatë shtatorit, e ke marrë me kënaqësi ose me entuziazëm në fillim, më pas i ke parë gjërat me kujdes, mund të kesh dëgjuar edhe nga persona të tjerë që ki kujdes me këtë kompani, se gënjejnë, apo janë njerëz që s'të paguajnë, apo janë njerëz që mund të fillon me të thonë me kaq gjëra, me kaq përgjegjësi, të mbajnë më shumë, s'të paguajnë orë shtesë, pra mund të dëgjosh fjalë jo të mira dhe të bindesh që nuk është opsioni më i mirë për ty. Për dikë mund të jetë edhe pakënaqësi që ti ke me vendin ku je dhe do të largohesh, do të shkëputash, do ke nevojë për një ndryshim, mund të jetë qyteti, mund të jetë shtëpia, banesa ku je momentalisht. Çfarëdo qoftë për ty në mënyrë specifike, është e rëndësishme që ta bësh këtë gjë për veten tënde. Mbi të gjitha, të duash dhe të respektosh veten. Kur gjërat nuk funksionojnë, është më mirë me dinjitet, me krenari të vazhdosh përpara sesa të qëndrosh dhe ta ngarkosh veten akoma edhe më shumë dhe ta lëndosh veten edhe më shumë. Çfarë do t'ju ndihmoj për ta finalizuar këtë vendim gafore, do t'jetë energjia e hënës së plotë në dash, me datë 7 tetor. Pra për gjatë javës së parë, do të filloni të përgatiteni që të keni atë bisedën përfundimtare, apo atë ballafaqimin përfundimtar, dhe hëna e plot do t'i çojë emocionet tuaja në maksimum, plus energjia e dashit duke qenë energji e zjartë dhe shenjë kardinale, do t'ju jap atë kurajon, atë guximin, atë iniciativën për të thënë di çfarë, unë duhet vazhdoj përpara, unë duhet fokusohem tek jeta ime. Ky do të jetë një vendim që jo të gjithë do ta mirëpresin, do të jetë një vendim që do të ketë një impakt tek jeta juaj, sidomos shikoj një energji të fortë mashkullore në javën e dytë të tetorit, ku një person i familjes tuaj ose i familjes së partnerit ose partneres që ju po bëni shkëputjen, dhe një person që është në një moshë ku respektohet nga familja, një person i nderuar, një person i cili mendon për traditat, rregullat, pavarësisht pakënaqësive, anën emocionale ky person nuk e merr shumë parasysh, pakënaqësitë që mund të kenë ndodhur mes jush në çift, por ky person mendon për traditat, mendon për rregullat, mendon për familjen, mendon për ardhmërinë, e shikon gjërat në një mënyrë shumë të ftohtë dhe do jetë kundër këtij vendimi, do t'ju kritikoj, mundet edhe të heqë mbështetjen që ju ka dhënë,
nuk është e lehtë, do t'ju duhet të ristrukturoni gafore komplet jetën tuaj, nga prania e këtij personi në një strukturë komplet tjetër, në diçka komplet të re, ku nuk keni më mbështetje së jashtme dhe çdo gjë duhet ta bëni ta realizoni vetë. Për sa i përket gaforeve që do shkëputen për çështje pune, mund të jetë pikërisht një person në punë që do t'ju krijoj probleme, mund të jetë edhe përballje që kanë të bëjnë me shtetin, me departamentet caktuara, me organizata të caktuara, ku ju duhet të prisni shumë në radhë, ku ka shumë burokracira, ku ka shumë vonesa për çështje që ju duhet t'i mbyllni, t'i finalizoni, pra tash aplikime të ndryshme, dokumenta të ndryshme, diçka që lidhet me shtetin dhe që lidhet me njerëz të pushtetshëm, me njerëz që ti nuk ke asgjë në dorë përveç se të presësh dhe të shpresosh që do të ta japin mundësinë dhe do të zgjidhin gjërat shpejt, por shumë vështirësi në përballje, sidomos me traditën, me kulturat, me mendsinë e vendit, një përballje me mendsinë e njerëzve, me atë se çfarë pritet dhe se çfarë presin të tjerët prej teje dhe se çfarë ti do të realizosh vetë për veten tënde. Por do të ekzistojë një kontrast gafore mes personave të cilët janë të një moshe të caktuar, që i përkasin, le të themi, brezit të vjetër, që nuk do të jenë dakord me këtë vendim, por ama nga ana tjetër do të kesh edhe shumë persona që janë një moshë me ty ose më të rinë në moshë, që do të japin mbështetjen dhe përkrahjen e tyre dhe do të shikojnë me admirim për guximin dhe për iniciativën që ti ke marrë dhe për arritjen, për atë vendosmërim për t'ja filluar komplet nga e para. Dhe unë shoh në javën e tretë që ju do të bëni diçka, është një konkurs, është një aplikim, është diçka që ti do ta realizosh patjetër për t'i provuar vetes tënde, po edhe për t'i vërtetuar të tjerëve që ti mund t'ja dalësh, që ti je një person që mund t'jesh suksesshme ose i suksesshëm, që ti mund ta bësh gjithçka vetë edhe pa pasur mbështetje nga persona të tjerë që janë më të suksesshëm ose më të realizuar. Dhe java e tretë sjell një fitore të madhe, sjell sukses, shoh që do të ndjeni shumë krenar për veten, se do të kaloni është një provim, është si një lloj testi, një intervistë, diçka që lidhet me shumë persona do të aplikojnë për të marrë, për të kaluar këtë sprov, dhe do të jeni ju që do dini të fituar gafore, do të jeni ju që do ta realizoni me sukses këtë marrjen e kësaj iniciative. Do të jetë një javë shumë e mirë edhe për të krijuar njohje të reja. Kur them njohje të reja, njohje shoqërore, njerëz të rinj, njerëz që ju kuptojnë, që janë në të njëjtin nivel si ju, sepse me datë 21 tetor kemi dhe hënën e re në peshore. Hëna e re në peshore sjell harmoni, sjell balancë, sjell raporte shumë më të qeta, shumë më pozitive, njerëz që duan të ndihmojnë, dhe ti që je vetvetja, dhe ti që kalon në një fazë shumë herë më të qetë në jetën tënde se sa nga situata e trazuar, nga gjithë tensioni i shtatorit, javët e para të tetorit, më në fund drejt gjysmës së dytë të tetorit gjërat do të qetësohen më shumë dhe mbyllet muaj me një bekim për ty, me asin e monedhave, pra me para në formën e një dhurate, në formën e një pune të re, në formën e një rritje rroge. Do të shpërblehesh për marrjen e këtij vendimi, për këtë risk për jetën tënde, do ngrihesh sërish në këmbë dhe kjo mundësi nga ana financiare të jep atë liri që ti ke nevojë. Duke pasur lirinë financiare, pastaj ke edhe shumë mundësi të tjera, pastaj edhe shumë dyert të tjera të hapen dhe ke mundësi ta përballosh stilin tënd të jetesës ashtu siç ti dëshiron, pa u varur ekonomikisht nga askush. Por nga orakulli i ëngjëjve, mesazhi për ty gafore thot forgiveness, falje. Të falësh dikë gafore nuk do të thotë që duhet japësh atij personi akses të jetës tënde, pra që duhet të flasësh edhe të bësh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Të falësh dikë do të thotë që ti me zemrën tënde, me shpirtin tënd,
e nuk mban më mëri për këtë person, sepse urrejtja është një ndjenjë e cila nëse mbahet në shpirt për shumë e shumë kohë mund të shkaktojë edhe sëmundje, mund të shkaktojë edhe probleme më të mëdha, sëmundje të sistemit imunitar, që konsiderohen si autoimune, jo asgjë pozitive nuk vjen nga mbajtja e urrejtjes në shpirtin tënd. Prandaj falja nuk është për personin tjetër, falja është për qetësinë tënde shpirtërore, që ti e thua, ok, çfarëdo që ndodhi, më lëndove, çfarëdo që kaluam bashkë, unë të fal edhe e lë në të shkuarën këtë gjë dhe ti vazhdon përpara. Nuk do të thotë që me patjetër duhet ta lejosh këtë person të kthehet në jetën tënde, sepse ka një ndryshim të madh mes besimit që ti ke, dhe shpesh ku gjërat ndodhin, një nga problemet kryesore është humbja e besimit. Nuk ke besim më që ky person të do të mirën, nëse do ta kesh afër teja do të lëndojë sërish. Dhe falja është hynore që ti e bën në mënyrë që shpirti yt të jetë i qetë, i çliruar nga kjo ndjenjë kaq e errët, kaq e zymt që nuk të sjell asgjë pozitive përveç se dhimbjes, lëndimit, secili do të marrë atë çfarë i takon në fund. Karma do të jap çdo personi hakun e vet, atë çfarë meriton. Por për ta kaluar këtë situatë në mënyrë sa më pozitive, fal, mbylle muajin me falje. Mund të bësh një lutje në një vend të shenjtë, mund të bësh një lutje edhe në shtëpinë tënde, të ndezësh një qiri për personin, ti dërgosh një mesazh në mënyrë edhe telepatike, pra thjesht me mendim, të thuash unë të fal për çfarë ka ndodhur mes nesh, për sa më ke lënduar, për sa më ke vrarë, unë të fal, edhe e lë të gjithën pas, edhe e lë, dua të shkëpus shpirtin, atë lidhjen karmike me shpirtit tim dhe shpirtit tënd, dhe kaq dhe mbyll si ritual, pa pasur nevojë të kesh një ballafaqim përballë apo diçka që është, apo një kontakt tjetër, pa e lënduar veten më shumë. Ky është mesazhi Gafore për muajin tetor, do të jetë një muaj i mbar në gjysmën e dytë, kalojeni me qetësi të paktën këto 2 javët e para, sidomos për Gaforet që kanë një situatë të vështirë dhe një vendim të rëndësishëm për të marrë, gjërat do të përmirësohen për ju, keni besim që gjithçka po ndodh në kohën e dur dhe në momentin e dur. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët, nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos u mbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në website-in tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrim. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.